Në kuadër të projektit Leap for Her, Lifelong Empowerment for Rural Women Through Skills and Inclusion, fuqizimi i grave në zonat rurale përmes aftësive për punësim dhe përfshirjes aktive, shoqata Ungruaja zhvilloi takimin për validimin e moduleve të trajnimit në ambientet e hotelin Kelana. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të institucioneve vendore, biznesit, ofrues të formimit profesional dhe aktorë të tjerë relevant, me qëllim diskutimin dhe përmirësimin e përmbajtjes së moduleve të trajnimit të hartuara në kuadër të projektit. Workshopi u fokusua në prezantimin e temave dhe strukturës paraprake të moduleve, të cilat synojnë rritjen e aftësive të grave dhe vajzave në zonat rurale për punësim dhe sipërmarrje, veçanërisht në sektorin e turizmit dhe agroturizmit. Këto module janë ndërtuar mbi bazën e një procesi 2 mujor, konsultimesh në terren dhe bashkëpunimi me aktorë lokal, duke reflektuar nevojat reale të tregut punës dhe sfidat konkrete me të cilat përballen gratë, përfshirë gratë kujdestare dhe grupet e marginalizuara. Gjatë takimit, pjesëmarrësit ofruan komente dhe sugjerime për validimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të përmbajtjes, duke theksuar rëndësinë që modulet të jenë praktike, të zbatueshme dhe të orientuara drejt kërkesave të tregut.